deshta më ndërlidh me një fenomen i cili po ndodh tjek e shënu edhe më herët, por me 2 mars në Hamburg kanë kandidu dikum 5 kandidat në zgjedhjet lokale shqiptar, të spektrit nga CDU-ja deri te Gjelbrit, dhe ishte një fenomen i ri natyrisht për Hamburgun. Por më herët patëm kryetarin e bashkisë në njërën prej bashkive në njërën prej komunave të Gjermanisë, i cili u zgjodh po ashtu shqiptar, se di nga cila pjesë e Kosovës vinte ai, Arjanit Besiri, duket ishte. Tash, çka do thot kjo për identitetin e shqiptarëve të asaj Kosovës tjetër? Ndoshta duhet ta shpjegoj këtë me një përvojë personale. Në dhjetor të vitit 2008 po ktheheshem me një koleg tim zviceran nga Prishtina në Zagreb, unë atëherë jetoja në Zagreb si korrespondent i gazetës gjermane Süddeutsche Zeitung. Dhe rrugës, me që rruga nga Prishtina deri në Zagreb zgjat ashtu mes 7 deri në 8 orë, kishim mjaft kohë të diskutonin për tema të ndryshme dhe ai tha dua të vë bast për një çështje. Për 20 deri në 30 vitet e ardhshme, ministri i punëve i mbrojtës i Zvicrës do të jetë një kosovar. Dhe ja gjeti edhe emrin, ai quhej Ilir Gashi dhe e përshkruante se si ai në vitin 2042 kthehet në Prishtinë për të shënuar përvjetorin e pavarësisë së Kosovës. Unë nuk e di nëse ky vizion do të bëhet i qartë, por ne kemi një evaluim të natyrshëm si efekt i integrimit të njerëzve në diasporë. Unë isha në Hamburg para disa javës për çështje të tjera dhe derisa po shkoja në redaksinë e revistës famshme Spiegel, shija plot poster me kandidat shqiptar. Natyrisht që sa i përket politikanëve shqiptar në diasporë duhet të kemi parasysh që ekzistojnë 2 lloje. Është lloji atyre që nuk janë shumë të suksesshëm, por e ndjejnë një nevojë të brendshme të dalin në për emisione mëngjesi në për televizionet e shumta të Kosovës, të prononcohen në media të ndryshme dhe në fundit të tregojnë akraballëkut të tyre këtu se po bëjnë name në politikën zvicerane dhe gjermane, të tillët nuk duhet merren shumë seriozisht. Por ka një strukturë, ka një grup njerëzish që janë shumë të suksesshëm dhe ata nuk do t'i gjeni këtu duke marrë pjesë në këto ngatresat e politikës kosovare, ata qëndrojnë larg sepse janë të përqendruar në punën e tyre në politikën zvicerane. Do veçoja për shembull Ylfete Fanaj, një grua, një vajzë nga rrethina e Prizrenit, e cila është ministre e punëve të brendshme në kantonin e Lucernit në Zvicër, domethënë është kosovarja me postin më të lartë ekzekutiv në një kanton zviceran. Do të veçoja Qëndresa Sadriu në Zürich, e cila është në antare e parlamentit kantonal, dhe ka mjaft të tillë, por këta janë njerëz që nuk ndjejnë një nevojë që të marrin pjesë, siç thash, në këto ngatresat e përditshme kosovare. Po ta tregoj një anekdotë, isha me një diplomat të lartë zviceran në fillim të viteve 90, edhe ai e çeli punën e emigrimit të shqiptarëve posaçërisht shqiptarëve të Kosovës, dhe përgjithësi fliste mirë për njerëzit që vinin, sepse dinte se vinin nga persekutimi politik. Edhe në një moment ja nisëm me i bo numrat se sa kishin hyrë dhe sa do të hynin e tjera, edhe unë pa ndonjë paramendim më të madh, thash, po më shumë paska shqiptar këtu, paska mjaftueshëm shqiptar për të bënë një kanton shqiptarësh, edhe ai me njerë i brofi kjo ide si një kërsnim i ardhshëm geopolitik, i cili natyrisht nuk është. Ti që ke zhvillu 2 identitete edhe i ke kombinu je gazetar i njohur në Zvicër edhe në botën gjermano-folse, dhe njëkohësisht je gazetar i njohur në botën shqiptare, jo vetëm në Kosovë. Si po duket tash, domethënë, këndvështrimi yt nga perspektiva e majnë mend rrëfimin tan kur ja nis me tren për ta taku babën në Zvicër? Janë ndryshime, nuk gjej fjalë ti përshkruaj. Unë kur kam shku në Zvicër nga mesi i viteve 80, atëherë ka qenë arritur e madhe nëse një shqiptar arrinte të punonte në një
restorant apo në një dyqan ku gjatë ditës nuk i nënshtrohej shtrëngatës shiut që nuk punonte në për kantiere të punës. Unë e mbaj mend që shumica e këtyre që ne ju themi gastarbajter, punëtor, domethënë të rekrutuar sezonal në Zvicër, jetonin të veçuar nga shoqëria zvicerane, jetonin nëpër baraka. Nuk ka qenë jetë jashtëzakonisht e rëndë, po është shumë interesant dallimi mes gjeneratës babait tim. Ata kur kanë ardhur në Zvicër kanë qenë vetëm, pa familje dhe janë detyruar të mësojnë dy gjëra, të cilët bashkëmoshtatarët e këtyre nuk i kanë mësuar kurrë, të përgatisin ushqim dhe të lajnë rrobat. Në këtë kuptim, domethënë ata nga zori e kanë hedhur në ajër patriarkatin edhe kanë arritur, domethënë, e kanë zbuluar një botë krejt tjetër nga ajo në cilën janë rritur, ku kryesisht për fat keq, domethënë punë kryesore në shtëpi janë kryer nga gratë, nga nënat. Kështu që dallimi është astronomik kur e shikoj me atë kohë. E përmend punën e politikanëve, por mund të përmend që janë në çdo universitet me qindra studentë shqiptar. Ju mund të dilni nga shtëpia, mund të pini kafe në kafeterinë e lagjës, cila është pronë një shqiptari, mund të shkoni në komunë nëse keni ndonjë problem ose kërkoni ndonjë sqarim për punë të tatimeve dhe personi që është përballë jush në sportel do t'ju dalë shqiptar, pastaj do të shkoni në bankë dhe zonja që do ju përshëndes në bankë dhe do të merreni vesh për ndonjë kredi apo ndonjë punë tjetër që keni edhe do të jetë shqiptare. Do të telefononi Telekomin zviceran nëse keni ndonjë problem me telefonin tuaj dhe prapa aty dikush do t'ju lajmërohet. Shpesh ndodh që personi që ju flet në anën tjetër të jetë dikush nga Prishtina, sepse shumë ndërmarrje zvicerane i kanë sjell këtu call center dhe merren domethënë me klientët në Zvicër. Kështu që ky është zhvillim jashtëzakonisht i madh, por me që viteve të fundit kemi pas shumë shembuj pozitiv që kemi prezantuar nëpër media, unë mendoj që kjo edhe ka krijuar një farë perceptimi pak se të gabueshëm, sepse këta janë gjithsesi shembuj shumë të mirë, por mbetet jashtëzakonisht shumë punë për të bërë për komunitetin shqiptar, dhe në këtë kuptim e shoh si ende si problematike indiferencën që komuniteti shqiptar ka ndaj jetës politike në Zvicër. Pjesëmarrja në zgjedhje, në referendume është shumë e ulët dhe këtë e shoh si shumë problematike. Domethënë që nga pak më mirë se sa me pas një kanton vetën shqiptar. Absolutisht, ndonse ju përmendet shumë mirë që edhe në media zvicerane shpesh përmendet Kosova si kantoni 27.